Këtu kam sjell disa peshqeshe për nusën o vat. Këto tjerat për ropë të shtëpisë. I gëzoshi. Vat. Dhëndri më dha këto pare për shpenzimet e dasmës. Turritnera i thuj. Por janë tepërta. Jo, more pasha. Jo. Hajde, çojeni herë. Hajde mirë se na keni ardhur. Hajde kishuar në vat para shpregës. Nere pisim gjithë. E ke pasi burrat e ke pa. Bërëm. E ty turritnera. Dhëndrit bën fala. Dhe pret fjalën tënde me lanë ditën e martesës. Pse po nguteni? Kena kohë deri në vjesht. Po flasim me vatë Marash Bregasin, apo me gra? Ti merro me sofrën, e na lën rahat. Cuca ka ardhur në moshë vatë, dhe duhet nxjerr. Të kalojmë demrën një herë. Me këto që po ndodhin, koha nuk pret. Prandaj dasma duhet të bërë këto ditë. Që plase aty si thes. Krushka madhi ka ardhur për ty, jetë hangërt, mort jetë hangërt. S'kam asnjë punë me Krushka madhin. Çfarë the? Vetëm kufo mund të më çojnë atje, dhe jo nuse. Hajde për hajrën a qoftë. Hajde të lumt goja. Gjithë partia dhe vendi duhet të ngrihen në këmbë, të djegin me zjarr zakonet prapanike, e t'i kputin kokën cilit do që merr në përkëmbë ligjin e shenjtë partisë për mbrojtjen e të drejtave të grave e të vajzave. Ti, Leckabashi, përse vazhdon të shkosh kull më kull për të thejuar cucat e botës? Përse nuk e dërgon cucën tënde asnjëherë në punë të kooperativës dhe as në mbledhjet e rinisë? Trego sa turpe të tilla ke bërë.